na kon ka shtëpia ose që shkon në punë, ti do shpak një normal, paraqitja publike ka. Unë mendoj që edhe në televizion kur dal ti dosh me respektu një kod veshjes. Unë e respektoj për vete. Një setër, një këmish, një seriozitet, se na shojnë nanat, na shojnë fëmija, na shojnë lloj moshe. Bile me dhonë me përqu një paraqitje Adina në Kosovë me respektu kodin e veshjes, pasi Dafina... Na e respektojna. Me raste. Pra na po flasim që njerëzit publik, pra për shembull, po flasim edhe për shumë rëndësi. A i ke kushtu rëndësi deputat e Kuvendit Kosovës, për shembull. Po menoj veshna që shveshna në punë dhe puna jam absolut. Vëlla, jo, ne menova ta shkoj komat Po, jo, normal, femra mendoj që do duket, sidomos në paraqitjen femra do duket pak më e kuruar kështu. Dorën zemër për shembull mu kryeministri Edi Rama, për të bën përshtypje ka njerë kur shkon veshët thjesht, me patika. Po që ajo kodi veshës që nuk e respekton. Ama fort të bën përshtypje, fort të bën përshtypje dhe më pëlqen. Po sepse kryeministri la si palaço duket. Bash mirë s'duket. Si palaço. Dafina i ka këto deklaratat. Ti kur e mendon që ajo është kryeministri i Shqipërisë, edhe dal si palaço, no, veç s'bën. Se duket ashtu Dafina. Pa i menon mu duk frajer, po se di, aj edhe frajer lëkos shkojnë. Je kryeministër, e ki kodin. E pse për shumë punjonje set e ti, kanë kod veshës, aj mës me pas. Shumë e logjikshme. Aj mas pore aj duhet më veshë më motë, tani më veshë më motë tjerë. Sinqerisht e kam. Gjithë kom pun ki kod veshës. Për shumë këmish, pantall, ka raste në restoranta, ka në përzyre që kanë kod veshës këmishën e bardhë, pantollin e zi. Ti nuk mundesh me shku pantullat e kosh që këmishën e bardhë. Ose këmishën e kaltër pantullat e kosh. As ma pakurje politikan, po me që përmendet i Roma e kemi pas shumë herë që vishët në mënyrë çuditshme, për shkak se në takimet e tilla janë edhe kodi veshës që duhet respektuar, sepse duke respektuar ti kodin e veshës, të respekton edhe takimin në të cilin shkon. Pra, kur flasim për politikan, sigurisht që ai duhet ti respektoj këto, sepse ai nuk është aty për të treguar stil. Politikani nuk është për të treguar stil në takime. Edhe sepse na kanë rënë sy shumë këto për shembull pofat borda, apo na kanë rënë shumë sy